I ndershmi kur nuk I shtyp të tjerët. Kjo thënie e bukur nga Imam Aliu nxjerr në pa karakterin fisnik dhe moralin e patëmet të një personi që zotëron nder dhe dinjitet të vërtet. Për të kuptuar rëndësinë e kësaj thënie, do t'i drejtohemi Kuranit për sqarim. Allahu në surën Huxhurat, ajeti 13, thot: O ju njerëz, vërtet ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju bëm popull e fise që të njiheni me njëri tjetrin. Vërtet, më fisniku nga ju tek Allahu është më I devotshmi prej jush. Vërtet, Allahu është I dijshëm dhe I informuar mirë. Ky ajet thekson se fisnikëria e vërtet qëndron në drejtësinë dhe devotshmërinë. Nuk përcaktohet nga prejardhja, pasuria ose statusi shoqëror I dikujt. I ndershmi, siç përmendet në këtë thënie, është ai që mban drejtësinë, I trajton të tjerët me mirësi dhe respekt dhe përmbahet nga shtypja e dikujt, pavarësisht nga prejardhja e tyre. Për më tepër, në surën Isra, ajeti 70, Allahu thot: Dhe ne I kemi nderuar bijtë e Ademit, u kemi bërë të mundshme të udhëtojnë në tokë dhe në det. I kemi furnizuar me të mira dhe I kemi parapëlqyer mbi shumë nga ajo që kemi krijuar me përparësi të caktuar. Ky ajet nxjerr në pa nderin e qënësishëm që I është dhënë çdo qenie njerëzore nga Allahu. Na kujton se ne të gjithë jemi të barabartë në sytë e krijuesit ton dhe janë veprimet dhe karakteri ynë që përcaktojnë nderin ton të vërtet. Thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për myslimanët se nderi I vërtet qëndron në trajtimin e të tjerëve me drejtësi dhe pa anësi. Është një thirrje për të refuzuar shtypje në të gjitha format e saj dhe për të përpjekur për drejtësi dhe përsosmëri morale. I nderuari nuk është ai që ka pushtet dhe autoritet, por ai që e përdor atë fuqi për të ngritur të tjerët dhe për të vendosur drejtësinë. Vetë Imam Aliu e ka ilustruar këtë parim gjatë gjithë jetës së tij. Dituria, urtësia dhe përkushtimi I tij ndaj drejtësisë I dhan titullin komandanti I besimtarve, Amir el Muminin. Ai ishte I njohur për gjykimet e tij të drejta dhe mshurinë ndaj të dobtëve dhe refuzimin për të bërë kompromis mbi parimet e drejtësisë edhe përballë fatkeqësisë. Pasojat e respektimit të kësaj thënie janë të thella, kur individët përpiqen të jenë të nderuar dhe të përmbahen nga shtypja e të tjerëve. Ata kontribojnë në krijimin e një shoqërie të drejtë dhe harmonike. Kjo thënie inkurajon myslimanët të mëshirojnë vlerat e drejtësisë dhe mshurisë dhe respektit për të drejtat e të tjerëve, të cilat janë thelbësore për nxitjen e unitetit dhe kohezionit shoqëror. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë e përjetshme për myslimanët që të mishërojnë nderin dhe dinjitetin e vërtet, duke u përmbajtur nga shtypja e të tjerëve. Ajo përputhet me mësimet e Kuranit, duke theksuar rëndësinë e drejtësisë, ndershmërisë dhe mëshirës në ndërveprimet tona me të tjerët. Le të përpiqemi të gjithë të jemi individ të nderuar që kontribojmë në krijimin e një shoqërie të drejtë dhe harmonike.